Dhe Lauranti në këtë libër je pikërisht këtë njeri i cili po merret me tezën fantastike. Dhe zbulon të vërteta të mëdha me shqiptarët, gjuhën shqipe etj. Libri ka 3 pjesë. Në pjesa e parë e librit mbështetet mbi historinë e shenjtë të Arvanitëve, vlerat e këtij libri. Pjesa e dytë mbështetet mbi fjalorin e Marko Boçarit dhe pjesa e tretë është shtojtëse, unë do quaj pjesë të tretë shtojtës me vlerësimet e disa personalitetet të mëdha të mbi fjalorin e Marko Boçarit. Fjallori Marko Boçarit është vepër unikale në kulturën shqiptare dhe unë do thoja që edhe Marko Boçari është një figurë unikale. Bile Marko Boçari ishte mit, sa ishte gjallë, u bë mit. Është një figurë që i rrallë në Ballkan, i rrallë në historinë mes shqiptarëve dhe grekëve. Marko Boçari nuk është vetëm i penës, por është dhe i pushës, patjetër i pushës. Dhe në pjesën e tretë, me të drejtë dhe bën mirë Lauranti që jep vlerësimet e Mitat Frashit për Marko për fjalorin të Kolit Xhoxhes, të Jup Kastratit, të Bashkim Kuçukut, të disa studiuesve të tjerë për këtë fjalor. Mua më ka bërë përshtypje, mua më ka bërë përshtypje, një lusha vartit harova, gjithashtu që është marrë me fjalorin e Marko Boçarit, mua më ka bërë përshtypje një skicë e shkruar nga studiuesi i njohur, politologu dhe studiuesi i madh dhe kulturologu i madh, Mitat Frashi, për Suljotët. Është një skicë që mund të përfshihet shumë mirë në tekstet shkollore në Shqipëri dhe në Kosovë. Edhe për brezin e ri të njihet dhe të edukohet edhe brezi i ri. Tani, po të rikthejmë prapë tek libri dhe vlerat e librit miku tim Laurent Bica, unë do thoya që është i pari Lauranti që promovon një libër për publikun shqiptar. Nuk është pak kjo, sepse Lauranti librin e ka shkruar me një gjuhë të thjeshtë, por me shumë kulturë, dhe libri mund të lexohet me kënaqësi edhe nga akademikët, edhe nga profesorët, por edhe nga studiuesit, edhe lexuesit e niveli që ndoshta nuk kanë kulturën e domosdoshme. Nuk është pak kjo që ka bërë Lauranti, sepse për fat keq figura dhe personaliteti dhe vepra e Nikos Tilos pak njen në opinionin shkencor shqiptar, në opinionin shqiptar më shumë njen në Kosovë, për fat mirë, Kosovë u promovua para 2 vjetë historie e shtetit Arvanitëve dhe në Shqipëri fjalori i Marko Boçarit. Natyrisht ndoshta figurat të tilla ju duhet dhënë më shumë mbështetje dhe më shumë hapësirë apo jo për të njohur nga. Padyshim dhe unë në vazhdimin e idesë që tha edhe Lauranti që Lauranti sjellë një vlerë tjetër lidhur me duke marrë shkallë dhe nga libri Marko Boçarit dhe historia e shtetit Arvanitëve, lidhur me atë që quhet çamëri sot. Pra aty kemi një popullsi çame ortodokse që ruan identitetin e tij, Andersh dhe Nikos Tilo, i cili flet jashtëzakonisht bukur gjuhën shqipe, ose ai shoqërohet me klumshtin e nënës, kështu thot ai, por Lauranti jep dhënat interesante edhe mbi këtë minoritet, që nuk është pak, por dhëna interesante edhe për publikun e Sulit. Dhëna interesante për familjen e Boçarinjve dhe Boçarëve. Gjithashtu, dhëna interesante edhe për dialektin e çamaristësh, që është një dialekt tepër interesant, ku ka ngurtësuar me të drejtë, tha dhe Lauranti, e thotë dhe Nikos Tilo, ka ngurtësuar disa shumë fjalë, të cilët janë në çelësi pastaj për të hyrë në botën e madhe enigmë të ai është duke studiuar pikërisht këto fjalë, apo jo? Është duke studiuar, madje para disa ditëve u bë edhe një sesion shkencor pikërisht për këto fjalë të cilat janë të thuash fjalë kyçe, që të cilat vijnë nga Shqipëria, nga gjuha shqipe. Padyshim. U bë në Shqipëri një sesion shkencor, për fat keq nuk isha pjesëmarrës atje, pikërisht për pellazgologjinë, pellazgët, origjinën e lashtë të shqiptarëve, tezë që për fat po rikthehet dhe një tezë që Niko Mekurajo e studion në veprat e tij. Lauranti këtë tezë e ka objekt të librit të tij, dhe një tezë që me siguri në të ardhmen do zërbon në studimet shqiptare dhe studiuesit shqiptarë. Nëse do të lejoni edhe 2 fjalë i ngacmuar nga fjalë. Nikos Tilo i takon që do ta quajnë shkollë Tianinës, që të atyre që mbaruan gjimnazin Zosimeja, dhe këtu kam parasysh Abedin Dinon, që ka qenë kryetar i lidhjes shqiptare për jugun, kam parasysh Kristoforidhin, që është babai i gjuhës shqipe, kam parasysh Jani Vreton, që krijoi ato kolonitë shqiptare të mërgimit që ndikuan në zgjimin kombëtar shqiptar, kam parasysh Naim Frashërin ton, që u bë poet kombëtar i Shqipës.
Kam parasysh Sami Frashin, iluministin që krijoi enciklopedin e vetme në perandorin osmane, plus edhe që traktatin për të ardhmen e Shqipërisë, Shqipëria çka qenë se do të një Ismail Qemali i cili shpalli pavarësinë shqiptare dhe Niku është i kësaj shkolle. Dhe është një rinë si kohës së sotme në kushtet kur në tërë troje shqiptare e tjera shqiptarët po përjetojnë në një zgjim, Niku ai takon këtij zgjimi. Është një rilindas modern. Me lejo vetëm një fjalë, të lutem, unë që njoh që në filles, që në zanafill librin e Laurantit, unë dua të falenderoj për një falënderim veçantë zotin Muhedini, i cili mundsoi botimin e këtij libri, që është duhet të lexuar. Patjetër. Unë ju falenderoj vërtet shumë, ju përgëzoj për punën tuaj doktor Laurant Bica, edhe juve ju falenderoj zoti Kushi për ardhin në studion e emisionit Jo vetëm kafe si një mik i përhershëm.